së Gjakovës Dr. Paleka, i shoqëruar nga nënkryetari Agim Koci, kryesuesi i Asamblesë Komunale Gjapitaliaj, drejtoresha komunale urbanizmit Leonora Raci, drejtoresha arsimi Silvana Haxhikadriaj, shefi informimit Hasan Ukshini dhe drejtori i bibliotekës ndërkomunale Angel Berisha kanë vizituar kryeshtetin e Shqipërisë, Tiranën. Delegacionin nga Gjakova u ndodhi në Tiranë për të takuar kryebashkiakun e ri të kryeshtetit Lulzim nga Gjakova ishte delegacioni i parë nga Kosova që u prit nga kryebashkia. Basha e njohu kryetarin e komunës së Gjakovës me planet dhe projektet që ka bashkia për qytetin e Tiranës. Pata kënaqësinë e veçantë të pres sot kryetarin e komunës së Gjakovës, i cili më njohu me zhvillimet në komunën e Gjakovës, në drejtimin e tij. Kjo komunë ka pasur rritje të fuqishme, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja zhvillimore administrative, duke aplikuar praktikat më të mira administrative të pushtetit vendor dhe duke arritur norma të larta të eficiencës, me të cilat më njohu, qoftë në fushën e urbanistikës, në fushën e menaxhimit të ardhurave dhe në fushën e zhvillimit të qytetit dhe shtrirjes së frymës urbane në tërë territorin e qytetit Gjakovës, duke përfshirë këtu edhe urbanizimin e vazhdueshëm që kondicionohet nga demografia e qyteteve tona, nga ardhja e banorëve nga rrethinat përreth në qendrat e tyre, siç është Gjakova në këtë rast apo dhe Tirana. Dhe pikërisht këtu u lidhëm dhe shkëmbyem mendimet tona mbi problematikat përbashkëta, problematika të cilat prekupojnë qytetin e Tiranës, një qytet i madh me shumë mundësi, por me shumë problematika. Ram dakord që këtë shkëmbim vizionesh dhe përvojash, ku natyrisht besoj edhe Tirana do të ketë diçka të ofrojë Gjakovës dhe me të njëjtën kohë, me të njëjtin përkushtim do të jetë gatshme të mësoj nga përvojat e mira të Gjakovës, ne ta strukturojmë në një marrëveshje midis Bashkisë Tiranës dhe Komunës Gjakovës, duke bërë të mundur që kuadrët tona në administrat, nga urbanistika, në tatim taksa, nga zhvillimi ekonomik, tek arsimi dhe kujdesi social, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të këmbejnë përvojat me njëri tjetrin, në funksion të punës së tyre të përditshme në shërbim të qytetarëve, cilësisë jetës në qytetet tona në Gjakovë dhe në Tiranë, dhe në shërbim të një menaxhimi sa më të mirë, sa më europian, duke ndjekur shembuj dhe praktikat më të mira, duke mësuar nga gabimet e njëri tjetrit. Kryebashkia, ky jeni edhe pjesë e qeverisë. Ne na intereson që të lidhemi edhe më afër përmes qafëmorines. Premtoni diçka se shumë shpejt do të nxitni, do të jeni një nga ata nxitësit për këtë autostradë mundshme. Sigurisht që unë kam një pasion të veçantë për rrugët që lidhin kombin në çdo drejtim, lindje perëndim, veri jug, dhe do të bëj gjithçka të mundshme që ky program ambicioz i qeverisë shqiptare të vazhdojë me ritme të larta anë mban vendit. Ky është interesi i vendit, është interes edhe i Tiranës, e cila duke qenë zemra e vendit përfiton nga gjithë artere kombëtare që lidhin Kosovën me Shqipërinë, që lidhin trojët shqiptare kudo që janë dhe që përmirësojnë komunikimin midis shqiptarëve kudo që jetojnë. Faleminderit shumë. Kryetar, si vlerësoni ju këtë takim të
parin pas ardhjes së Bashës në krye të Tiranës? Po, ishte një takim vëllazëror, ne erdhëm bashkë me bashkëpunëtorët që të urojmë zgjedhjen në krye të Bashkisë së Tiranës. Tirana për ne është mjaft domethënëse dhe është vend ku vendoset për çështjen shqiptare, prandaj një kryetar i tillë të pret në këtë mënyrë mendoj që është privilegj për ne. Nga kryetari morëm një vizion të qartë për qeverisjen, që është një shembull i një qeverisje të mirë, i një qeverisje të paras publike në mënyrën më të ndershme dhe mendoj që u dakordum që e tha dhe vetë kryetari që në këtë drejtim të kemi bashkëpunim mes Bashkisë së Tiranës, edhe pse është me numër shumë më të madh të hapësirës dhe kokës banorëve, por ne duhet të nxjerrmi përvojat përbashkëta dhe u dakordum që gjithë ato dukurit negative ti luftojmë edhe në Gjakov, por edhe në Tiranë dhe unë këtë drejtim e përgëzoj kryetarin për një vizion të qartë dhe ju them nga këtu qytetarëve të Tiranës që 4 vite të ardhshme do ta prekin qeverisjen e mirë të kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Në fund të takimit, kryebashkiaku i Tiranës Basha dhe kryetari i komunës së Gjakovës Dr. Palekaj kanë shkëmbyer dhurata të ndërsjellta, me që delegacioni i Kuvendit Komunal të Gjakovës ishte delegacioni i parë nga Kosova, me mesin e shumë delegacioneve të shteteve nga më të ndryshmet që i kanë uruar ardhjen në krye të Tiranës. Kryetari i komunës së Gjakovës Dr. Lekaj i ka bërë ftesë që kryetari i Basha vizitën e tij të parë ta bëjë pikërisht në qytetin e Gjakovës. Lartë nga Gjakova është pritur në një drek pune të shtruar nga kryebashkiaku Lulzim Basha, me që për shkak të agjendës së stërngarkuar nuk u ndodh në këtë drek Basha, delegacioni u shoqëruan nga nënkryetaria e Bashkisë së Tiranës Jorida Tabaku dhe shefi i kabinetit vizitës së delegacionit të Kuvendit Komunal ishte vetëm takimi me kryebashkiakun Lulzim Basha, ndodhi edhe një takim i rastishëm i zyrtarëve komunal me aktorin e mirënjohur shqiptar Mirosh Kabashi. Familje të vogël, urime, jo s'ka keni marrit, dijeni që Gjakova ju don. Por mu ju keni një cilësi të tjera leti gjykojnë gjakovarët vetë. Jeni njëri nërshëm, po në qëmoj shumë. Në politikë djesh njerës nërshëm e shumë vështirë. Po ju kemi të cilësia dhe unë ja qëmoj shumë. Me shtini më mirë se unë që për një vit mas 99. Shikues të televizionit Syri Vision në kuadër të vizitës së delegacionit të Gjakovës këtu në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë,
Hasim edhe në Mirush Kabashin, aktorin e mirënjohur shqiptar, i cili ka përjardhje nga Gjakova, me cilin do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër. Ju ftoj të na ndiqni. Atër është nderë dhe kënaqësi e veçantë të televizionit tonë, që kemi në këtë bisedë ekskluzive me vizitën e kryetarit komunës që ka zhvilluar në Gjakovë, cilin e takuat rastisht këtu në një nga fsheshjet e kryeqytetit të Shqipërisë. Zotri Kabashi, përjardhja juaj është vetëm nga Gjakova. Sa keni nostalgji fillimisht për Gjakovën dhe si ndjeni kur takoni njerëz të tillë në Gjakovë? Shikoni, me veçoni, më duket se dhe kjo rastësi shpjegon pyetjen tuaj, në kuptimin që më duket se nuk është bashkë rastësi. Nështë ka qenë është dëshira e madhe që gjithmonë për të dëgjuar mbi bazën e genit, për të dëgjuar sa më tepër për përjardhjen tënde, dhe ky fakt që në këtë Tiranë të madhe, sot në një ditë zakonshme, unë të kem fatin që të takoj atë delegacion të kryesuar nga kryetari edhe i kuvendit, po njëkohësisht edhe nga kryetari i bashkisë, edhe me një tuf personalitete, njerëz të nderuar dhe të respektuar të Gjakovës, që kanë ardhur në Tiranë për një rast vërtet shumë të mirë, për të uru detyrën Lulzim Bashas, kryetarit të Bashkisë Tiranës apo kryetarit të Bashkisë tashmë të qytetit ku unë jetoj. Dhe në shoqëri me njerëzit të mi të një përjardhje të një vendi, unë ndjem jo mirë, po ndjemi nderuar dhe respektuar, sepse t'ju them një sekret, edhe të më besoni që nuk egzageroj. Ato vite që ti meti qelloj që të për arsye politike, domethënë për faktin që tashmë u vendosën kufit nga dalja e tij prej Kosovës 13 vjeç, prej Gjakovës 13 vjeç, martesës së tij dhe pasma ndalimit të mundësisë së komunikimit me të motrën, të vetmen motrës, me Sherinin, dhe me gjithë ilakantje ne kemi në Gjakovë, sigurisht në një pjesë edhe në Prizren, edhe në Prishtinë, i matë ka pas vetëm një ëndër, të shikonte Gjakovën. Dhe në shtëpinë tonë, jo Gjakova si përcaktim i vendlindjes, po Gjakova edhe si urbanistik, Gjakova edhe si ndjesi shpirtërore, i matë mande të gjitha shtëpitë si kanë qenë të vendosura, të gjithë emrat e të parëve dhe pse 13 vjeç ka pasikur, dhe ju do të më besoni që kur vinin rreth viteve 70 apo 80 nga Gjakova mbi bazë të aktiviteteve kulturore apo artistike, ai tregonte atyre djemve se ku e keni shtëpinë, me ke keni lidhje, ky mjafton të thonë mbi emrin dhe ai dinte të gjitha lidhjet e Gjakovës. Dhe ajo pastaj finalja fare që ai pati fatin të mri 99 të mriç lirimin e Kosovës dhe ai kërkoi me insistim që të shkojë në Gjakovë tek nipi i tij, tek Shefik Pallaska, për të vdekur, që me gjykimin që nuk arrita ta gëzoj për zgjallëmi këtë qytet, të cilës më ka lind kokën dhe unë i fala shpirtin, të paktën le ta gëzoj ose le ta kem si shtratin tim të përjetshëm, shtratin e vdekjes. Dhe duhet kuptoni që kjo ndjesi e fortë e tij nuk mund të kalonte pa nëpërmjet genit apo qoftë edhe nëpërmjet muhabeteve të ndryshëm të mos thellosh. Ne gjithë shqiptarët janë sensibël ndaj Kosovës, por ne Kabash jemi këtu që jemi të vendosur, jemi jashtëzakonisht sensibël dhe ndaj fateve dhe ndaj të mirave, por dhe ndaj problematikave që ka Gjakova. Ju vjen dëshira të vini edhe ju tash në Gjakovë? Po, unë kam pas fatin që direkt mas 99-ës të jem prezent në të gjitha, kam qenë shumë i lidhur, jo vetëm prej djalit Hallës, që ishte pjesëtar i korit të burrave të Gjakovës, por edhe prej ajo që fillimi, si thosh, po pastaj dhe prej Rauf Dhamit, i cili mbetet, dhe gjithë pjesëtarët, më nuk po i përmend me emra, se mos harroj ndonjërin prej tyre, gjithë pjesëtarët i korit të burrave të Gjakovës, të cilët janë djemi intelektual të mirëfillt, patriotë të klasit parë, që kanë tnu hymnin e flamurit edhe në periudhat më të vështira dhe në periudhat më të rrezikshme për to. Unë kam qenë prezent pastaj në të gjitha aktivitetet që janë bërë në Kosovë në mënyrë të veçantë pas çlirimit, domethënë pas 99-ës, në të gjitha rivarrimet së bashku me korin e burrave të Gjakovës, unë kam recituar poezi në mënyrë të veçantë, poemën kosovare, po poezi tjera të cilët për të nderuar ato figura të cilët janë lartësu në jetë të jetëve, ata të ri gjakovar që i dhanë kuptim kësaj pambarësie dhe kësaj lirie dhe që
mbetën deri i qytetit dhe deri i kombit me sakrilegjin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë bërë. Presim ndonjë projekt 3 apo diçka që do t'ju kemi në mesin ton në Gjakov apo në Kosovë kudo, sepse asa çmoheni këtu në Tiranë, po aq çmoheni edhe në Kosovë, sidomos edhe në Gjakov, pse jo. Më vjen jashtëzakonisht mirë për të që më thonë, edhe unë me të vërtetë kam dëshirë që ashtu siç ke eksperjenca parë e apologjisë Sokratit, me cilin pata fat që të bëj një turne në të gjitha qytetet e Kosovës, kam dëshirë që tashmë me një monodram të dytë, Zoti i Barem dhe Lulet e Kuranit, që është një pjesë që flet për miqësinë, për harmoninë, që flet për, si thua, ndjesitë më të mira njerëzore, kam dëshirë që ta filloj në Gjakov. Dhe për këtë kam bërë përpjekje dhe nuk do t'i rresh përpjekjet e mia derisa ta realizoj këtë projekt, i cili nuk është projekt i zakonshëm punën, më besoni. Është një projekt i cili lidhet me një dëshirë timin për të qenë sa më afër përjardhjes time dhe për të komunikuar dhe mesazhe të cilat i vlen kombit ton, ndoshta edhe shumë më gjerë se sa kombit ton. Zotri Kabashi, duke uruar që ky projekt juaj shumë shpejt vihet dhe t'ju kemi në mesin ton në Gjakov, neve s'do t'ju marrim kohë pasi që e dim edhe kohën e juaj. Ju falenderojmë shumë që pranuat në këtë mesditë t'jepni një intervistë për televizionin Syri Vision Gjakov. Unë ndjehemi nderuar, jo vetëm me shoqërinë që pata fatin me qenë, po që nëpërmjet kamerës uj kam mundësinë edhe kënaqësinë që të komunikoj me të gjithë bashkëqytetarët e mi të Gjakovës. Atëherë faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ju. Vendit komunal të Gjakovës në Tiranë u vlerësua